Shëndetje, po kaloj linjë për ju. Fiks 33 minuta zgjati takimi mes Krishnik Radoniqit, kryesuesit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ushtruesit të detyrës së Presidentës së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiut. Ky fundit e priti në takim Radoniqi në fakt pas zhvillimeve që ndodhen dje në Kuvend, i cili u shpërbë në mungesë të korumit për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Mes të dyve u zhvillua takimi që zgjati pak minuta derisa u bë vetëm një kërkesë, çështjet e tjera që lidhen me organizimin e zgjedhjeve me shumicë nuk u diskutuan fare. Megjithatë u bë e ditur që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi datën e qershorit, pra datën 7 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, mes datës 31 dhe 31 maj dhe 7 qershor. Krishnik Radoniqi konfirmoi para mediave se për arsye të përgatitjes operacionale, logjistike dhe teknike të procesit të zgjedhor, KQZ-ja ka kërkuar që data e zgjedhjeve të jetë pikërisht kjo e qershorit. Derisa sa i përket zhvillimeve të tjera që lidhen kryekuput me KQZ-n, e që është më kryesorja, mund të themi lirisht, buxheti për të organizuar këto zgjedhje në terren, Radoniqi tha që nuk e ka diskutuar me ushtruesen e detyrës presidentës Albulena Haxhiu. Ai tha që kjo çështje nuk është diskutuar ende, por buxheti mund të jetë parafërsisht si ai që kanë kërkuar për zgjedhjet e dhjetorit. Kërkesa e KQZ-s kujtojmë që ka qenë 11.5 milion euro për organizim të zgjedhjeve, derisa i është dhënë vetëm 5.5 milion euro. Çështjet e tjera nuk u bën të ditura se çka u tham saktësisht, ndonë se u pyet nga gazetarët Radoniqi edhe për pjesën e një mungese që e ka në trupin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai tha që për një antar mangu, për çka po përplasen PDK dhe vetvendosje nëse i takon subjektit më të madh politik ose PDK-s si e dyta, ai tha që nuk e ka diskutuar këtë me Albulena Haxhiun, por as çështjet e tjera që lidhen me komisionerët të cilët janë në hetim nga zgjedhjet e kaluara, të cilët në fakt ka dalë që kanë bërë dallavere me numërimin e votave, për çka janë duke hetuar edhe në vazhdimsi nga organet e hetuesisë. Edhe çështjet e tjera tha që nuk janë diskutuar me mas, pasi që vëmendja ishte vetëm te data e zgjedhjeve dhe të tjera do të vinë gradualisht. Procesi i votimit do të jetë komplet i njëjtë, përfshirë këtu bartjen e votave nga diaspora, ndonë se është raportuar që ka pasur probleme në mënyrën se si ato janë bartur nga ambasada deri në qendrën e numërimit të votave, pa përcjellje dhe me probleme të tjera teknike. Ai tha që ato do të eliminohen dhe normalisht procesi do të jetë i njëjtë, edhe sa i përket menaxhimit të këtij procesi elektoral brenda territorit të Republikës së Kosovës nuk do të ketë ndryshime. Ndonë se është kërkuar nga KQZ-ja që një ndryshim të bëhet themelor, që ka të bëjë me numrin e kandidatëve që qytetarët mund të nënvizojnë në fletën e votimit. Kanë kërkuar që të jenë më pak se 10, pasi që në zgjedhjet e kaluara ka dalë që ka qenë pikërisht një problem kryesor, pasi që qytetarët kanë pasur mundësi të votojnë më shumë 10 kandidat fiks në letrën e votimit, pra si deputet të mundshëm në legjislaturën e kaluar të Republikës së Kosovës, derisa Radoniqi tha që për këtë ma nuk ka mundësi, pasi që procedura për ndryshimin e numrit të kandidatëve që mund të votohet duhet shkoj përmes kuvendit dhe si që është kuptuar tashmë kuvendi është shpërndar dhe nuk mund të kryej asnjë punë në këtë drejtim. Çka tjetër është kërkuar, çka u tha më saktësisht nga vetë Radoniqi, unë juftoj gjithëve shikuesve të televizionit Klan Kosova të ndeshni në vazhdim deklaratën e tij.